Liderët politik të Luginës së Preshevës sot në mënyrë urgjente kanë zhvilluar një takim disa orësh pas vendimit të Inspektoratit të Ministrisë së Drejtësisë për skadimin e afatit për heqjen e lapidarit të dëshmorëve të UÇPMB-s në Preshevë. Në anën tjetër, përderisa po zhvilloi ky takim, disa qytetarë ishin mbledhur në qendër të qytetit për të parë se çfarë do të ndodhte me lapidarin. Unë si familjar i dëshmorit, edhe familjarët të gjithë që kësaj plakate për kutimore, kemi një qendrim tonin, se na me vërtet është një moment në të cilën për së dyti këta vehen në dhunën e asajna që kishte kalu një historinë e vetë në barë kombi shqiptari kësajone, Luginës Preshevës. Këtu kemi dalën vetëm të vëzhgojmë të reni shka po ndodhën këtë vend kështu me këto farë. Pra kurse si na do të mbrojmi me drejtësi, jo me najfar dhune, me najfar zullumi, me najfar as kush nuk është i porositëm kështu. Kjo është një shenjë simbolik e shqiptarëve të kësaj are, që kanë familjarët e tyre, kanë prindët e tyre, i kanë fëmijët e tyre. Sistemi i cili na po jetojmë dhe në këtë shtetë Serbijës, po pengon gjithçka që ka është shqiptare. Gjithçka që ka është shqiptare. Ndërkaq në fund të takimit, kryetari i komunës së Preshevës Ragmi Mustafa para gazetarëve ka thënë se vendimi i inspektoratit është jo ligjor dhe sipas tij kryeshefi i administratës komunale për të cilin është proceduar vepër për kundërvajtje do të ankohet në afatin ligjor prej 8 ditësh. Sot kemi edhe një gjendje të re, sepse inspektorët e administratës shtetërore nga Ministria e Drejtësisë kanë sjellë një akvendim që obligojnë kryeshefin e administratës komunale që të largoj këtë lapidar në afatin 5 ditësh. Liderët e politikës shqiptare jemi marrëvesh që vazhdojmë me kërkesën tonë në adresë të ambasadave të akredituara në Beograd, para se gjithash ambasadës Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe të Organizatës Sigurimit të Bashkëpunimit Evropian, për të vazhduar dialogun në mënyrë që të krijohet një dozë e konsiderueshme mbështetjes për ruajtjen e identitetit kombëtar shqiptarëve në Luginën e Preshevës.